Ose për shembull unë çuditëm shumë kur thon pse flisni arabisht. Po, pse flisni arabisht? Tash po mirë, valla ti kur më gjon mund pyetje përgjigje, çfarë gjuhë flas? Jo, thash shqip. Po për xhuma, shqip. Po mësimet si maj, shqip. Po ku është që flasim arabisht? Jo, po ju kur e nisni, po kur e nismë është normal, për bekim. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, për bekim. Pra me emrin e Allahut, për bekim. Pastaj gjëja e bukur se në Islam kemi origjinalin. Nuk është si tek tjerë që është përkthim mas përkthimi dhe përkthim mas përkthimi dhe përkthim mas përkthimi. Ne kemi origjinalin. E themi origjinalin si gjuhë e bekuar, një, dhe si gjuhë unifikuese, dy. Pra është për unifikim. Pra siç themi ne, erdhi një musliman gjerman në Shkup, do më shku në xhami. Në momentin që dëgjon ezanin, e kupton që po flitet për Allahu Ekber, Zoti është më i madh dhe vjen në xhami. Po ti ishte shqip, si do kupton të turisti gjerman për shembull, musliman, se këtu ka xhami për shembull, apo këtu ka edhe musliman. Do i rëndohej çështja. Unifikuese, pra është për të unifikuar dhe për bekim. Po ne sot tani çfarë gjuhë po flasim bashkë? Dhe fatkeqësia më e madhe dikush është kur këta që thonë ju sflisin shqip, kur i shef kur që shkruajnë komente, bën gabime drejtshkrimore ekstreme. Edhe i them unë njëri tjetër, ti mëson një herë të shkruash mirë shqip, pastaj na këshillo pastaj. Na këshillo.